shumë kënaqësi të ftoj Kryeministrin e Republikës së Shqipërisë, zotin Edi Rama. Do të flas dy fjalë në anglisht së pari, duke shprehur falënderime shumë të sinqerta për një çift që e bëri të mundur një gjë të tillë. Dhe është diçka që t'ju them të vërtetën, ishte diçka për cilën isha skeptik, sepse ne e dim shumë mirë që Forbes Property nuk është një deg, po themi këtu, është ajo e mirëfillta, e vërteta, dhe të shohësh drejtuesin ekzekutiv që vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me një grup jo të vogël për të kremtuar këtë mbrëmje, është vërtet një arritje mjaft e madhe. Kështu që përgëzime. Në fakt çudita pak sepse kur ju ofrua përkthim nga shqipja në anglishte, refuzoi dhe mu duk se ishte një nga ata shqiptarët e vjetër të emigruar më parë të rritur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por mësova që në fakt nuk ka lidhje as pak me rrënjë shqiptare, kështu që do ma thuash një moment sepse nuk deshe përkthim. Nga ana tjetër, dua t'ju uroj mirëse ardhjen të gjithëve ju. Jam i sigurt që me mira s'ka ardhur ende dhe ju e dini më mirë se sa unë, në të kundërt nuk do të kishit vënë këmbë në Shqipëri. Dhe po është e vërtet që sot Shqipëria është një destinacion shumë tërheqës dhe është një gjë shumë e mirë të dish që Forbes Properties ka një shprehje shumë të fortë interesi për Shqipërinë, por është po kështu diçka e mirë të dihet që ata nuk janë kudo, ata nuk shkojnë kudo, ata shkojnë saktësisht aty ku mendojnë se ka një horizont të ri. Ky është një lajm shumë i mirë për të gjithë ata që janë të përfshirë në industrinë e pasurive të paluajshme, por është po kështu edhe lajm shumë i mirë për të gjithë shqiptarët, sepse nën kupton që pronat pasuritë e tyre po marrin gjithmonë e më tepër vlerë dhe pasi thash para pak ditësh në Vjenë që të gjithë duhet t'i shohin pasuritë e paluajshme në Shqipëri si një mundësi e jashtëzakonshme dhe një investim i madh, sepse për 4-5 vjet ne do të jemi pjesë e Bashkimit Evropian dhe historia e antarëve të rinj na tregon që vlera e pasurive të paluajshme pëson një rritje dyfish. Shumë njerëz nuk e kuptuan saktësisht atë për cilën po flisja dhe morën anën negative të mesazhit, që do të thotë gjërat do të bëhen apo do të bëhet edhe më e shtrenjtë, më e kushtueshme që të marrësh një shtëpi, por pjesa pozitive e mesazhit është që çdo familje shqiptare do të ketë një pronë, një shtëpi të vetën që do të ketë një vlerë shumë herë më të lartë vetëm në pak vite. Çfarë do të thotë se në një vend që ka përqindjen më të madhe të shtëpive që zotrohen nga njerëzit, 94% është përqindje jashtëzakonshme. Flasim shtëpi me pronësi, që njerëzit i kanë në pronësi. Është diçka e jashtëzakonshme që vlera e shtëpisë e banesës si pasuri të rritet në të tillë mënyrë. Kështu që është diçka shumë pozitive. Pra, pastaj pyetja se si do të trajtojmë nevojën për strehim të përballueshëm është mjaft legjitime, por nuk nënvlerëson përparimin
e jashtëzakonshëm e ndryshimin e madh që po përjetojmë sa i takon vlerës pasurisë paluajtshme. Kështu që jam shumë i nderuar që gjendem këtu, që jam ftuar të mirëpres disa kapitalistë të pamëshirshëm amerikan, patjetër. Ta janë peshkaqen, shiheni vetëm, shikojeni në fytyrë. Është peshkaqeni tipik amerikan që shihni në çdo film. Por është një gjë e mirë. Dhe kemi nevojë për ta që t'ju asithin gjakun sa më shumë që tjetë e mundur europian me gjithat atyre që do të blejnë pasurit paluajtshme në Shqipëri. Faleminderit shumë të gjithëve dhe shijojeni këtë eveniment dhe moderatore e cila në fakt më sfidoi sepse unë zakonisht mbaj fjalën më gjatë, po ajo foli më gjatë se sa unë. Ofendim. Faleminderit shumë. E meriton një dolli ky moment, është një moment shumë i rëndësishëm dhe nuk është vetëm traditë shqiptare, është traditë për një histori suksesi që po nis që nga mbrëmja e sotme. Gëzuar.